sa kohë aty nuk ka një leje ndërtimi, i takon bashkisë, i takon shtetit, që në ato prona, në ato hapësira të garantoj pastërti, të garantoj siguri. Dhe natyrisht të mbjell pemë, të bëj lulishte, të bëj çfarë do qoftë në këto prona komunitare, por pa qëllim fitimi. Në momentin kur ka një mundësi për të ndërtuar për qëllim fitimi, atë ndërtim i takon ta bëj privati. Duhet të jetë shumë e qartë kjo për të gjithë, sepse është e pa imagjinueshme që ndërkohë që për pak vite bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të kemi akoma diskutime mbi disa principe themelore të funksionimit të një vendi demokratik evropian. Karakteri social i pronës është i mishëruar në të gjitha kushtetutat evropiane dhe është normë e Bashkëjetesës Evropiane. Nuk mund dot të vësh në emër të pronës një gardh rreth rrodullt e dritares të katit parë dhe të rrisësh bakti. Më tutje është krijimi i regjistrit kombëtar elektronik të lejeve të zhvillimit të ndërtimit, që është një databazë digjitale kombëtare, ku do të regjistrohen të gjitha lejet e zhvillimit të ndërtimit të lëshuara nga të gjitha autoritetet e zhvillimit të territorit, çka do të jetë një pikë referimi për të gjithë. Për të gjithë. Kudo ku ka një zhvillim, gjithsekush mund të bëj verifikimin në këtë databazë. Një tjetër mas është krijimi i listës zezë dhe ndalimi për të aplikuar për leje ndërtimi i shkelësve të lejeve të ndërtimit. Dhe jo thjesht i kompanive, po i personave. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues, që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit, dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqet elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Këshilli Kombëtar apo Bashkia, dhe ka shtuar ose ka ndryshuar edhe qoftë edhe fasadën, këto shkelje natyrisht pasohen me gjoba, pasohen me të gjitha ndëshkimet e tjera, por e bëjnë me njëherë subjektin një subjekt të listës zezë. Dhe thash, nuk është thjesht një subjekt, një individ, po janë të gjithë ata që përfshihen në këtë proces. Ku hyn edhe arkitekti, të cilit i hiqet licenca për 5 vjet dhe nuk mund të ushtrojë më profesionin. Një pikë tjetër është monitorimi i territorit nëpërmjet teknologjisë. Përdorimi i kamerave, i dronëve, i sistemeve GPS për monitorimin e ndërtimit dhe kontrollin kohë reale të zbatimit
të leje ndërtimit, sot që flasim, nga ana e Këshillit Kombëtar të Territorit, kërkohet vendosja e kamerave në të gjitha kantierët e ndërtimit. Dhe ndiqet gjithë procesi në kohë reale. Një tjetër mas është krijimi i fondit gjelbër, i cili përcakton detyrimin që subjektet ndërtuese duhet të garantojnë një sasi të caktuar pemësh në raport me sipërfaqen e ndërtimit. Dhe rregullat e posaçme për krijimin e këtij fondi do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Për shembull, nëse një subjekt zhvillues është pajisur me një leje ndërtimi për një objekt, po themi me një sipërfaqe 5.000 metra katror, me këtë mas të re në ligj, i lidhet me njëherë detyrimi për të garantuar një numër të caktuar pemësh në raport me sipërfaqen që do të ndërtoj. Është një plan që e kemi përpunuar, do të krijojmë fidanishtet publike në pjesë të ndryshme të territorit dhe në ato pjesë të ndryshme të territorit subjektet do të sjellin pemët. Nuk do të jetë një histori që po unë do mbjell pemë dhe shifemi. Pemët do të ketë një katalog për pemët, do të jenë parametrat e përcaktuar dhe subjektet do të dorëzojnë pemët. Kështu që kush ndërton më shumë, do mbjelli më shumë pemë.